Ministri e Brendshme Albana Koçiu tha se policia ka vepruar sipas ligjit, duke I kthyer përgjigje akuzave të opozitës se qytetarët u dhunuan gjatë protestës kombëtare të shtunë në Tiranë. Çdo veprim është kryer mbi parimin e proporcionalitetit dhe domosdoshmërisë, ashtu siç e kërkon ligji dhe standardet për ruajtjen e sigurisë publike. Ministri e sqaroi dhe shoqërimin e një të mituri në polici, rast për cilin kërkoi që të mos tentohet politizim. Për të mbrojtur jetën e punojësve të policisë, por dhe vetë të miturin, ai është marrë për verifikime ashtu siç e parashikon ligji. Askush nuk duhet I përdorë fëmijët për buroj politike. Deputeti Aina Zhupa në një reagim të menjëhershëm ju rikthye debatit për gazin lotësiellës të skaduar që u përdor nga policia. Duhet jeni shumë të shqetësuar kur rrezikoni të helmoni njerëz, kur godisni invalid, kur çoni në qelit e burgut minoren. Kreu I grupit parlamentar të Partisë Demokratike Kazmen Bardhi ndërkohë akuzoi ministrin e Brendshme se ka kriminalizuar policinë për të trembur qytetarët. Që për çdo regjim në fund I vetmi mjet që I mbet në dorë është dhuna. Dhe zonja që foli këtu mendon që do tremb qytetarët duke kriminalizuar policinë. Kreu I grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla për të ironizuar qëndrimet e opozitës për dhunë ndaj protestuesve, u kujtoi përplasjet e 8 janarit 2022 për Selin Blu. Gjatë muajve janar, mirë është të mos përdorni fjalën protest dhe fjalën dhunë, se çdo shqiptari I vjen në memorie 8 janari I 2022. Akti normativ për buxhetin e vitit 2025 po ashtu shkaktoi përplasjet e forta politike në sallën e Kuvendit. Sa herë që na akuzoni për keq menaxhim dhe për vjedhje, duhet të rikujtoni këtë fakt. Ulje të borxhit, ulje të deficitit. Ndërhym me akt normativ që është rast jashtëzakonshëm, ndërhym në mënyrë antikushtetuese për ndryshuar një ligj që është miratuar këtu në Kuvend. Në këtë pikë nuk munguan as debatet mes vetë socialistëve. Sporti I padelit, që jo vetëm për kolegët e opozitës, por edhe për kolegët e majorancës, quhet si një luks, por nuk është fare kështu. Sporti I padelit është një nga sportet me rritje më të shpejtë në sot në botë. Seanca nisi me 19 pika në rendin e ditës, për 4 projekt ligje u tërhoqen nga socialistët me qëllim që të përshtaten me direktivat e Këshillit të Evropës.